Edhe në takimin e fundit që drejtuesi i ristrukturës posaçme pati me ekipin, le të themi, të prokurorëve dhe të ndryshimeve të linjave të krimit organizuar, të korrupsionit që emëroi zotin Mara, zonjon Beko, zotin Numani ishte tek marrëdhënia me jashtë, kur i mblodhen ato 20 minuta të bisedës së tij, ishte caktimi i prioriteteve. Pra, hetimi dhe ky vend ka emergjenca. Dhe emergjencat janë kombëtare. Sinqerisht janë kombëtare. Trafiku i drogës, krimi organizuar, terrorizmi janë emergjencat e hetimit. Dhe këtu janë humbur kom kryq. Ata kanë marrë instruktorë shtetëror. Mos të duket fare habi kjo histori. Kur qelit komandojnë institucionet, kur zyrat publike janë në duar dhe emrimet, tani e kam përsëritur dhe është vështirë ta kundërshtoj njëri këtë që ne kemi grup parlamentar të Amerikës Latine në parlament. To ma ke thënë në këtë studio kur kemi qenë në fundit. Sepse burimet e financimit të një numri të lartë deputetësh aty dy shifror i kanë pikërisht nga këto grupe dhe nga këto banda të cilët më pas kanë akses. Ata kontrollojnë mandatet e tyre. Si kontrollon dot Ram. Ka shkuar atje në Emiratet e Bashkuara atje me këto sultanat. Kur e mirë ka pas dashja investime, këtej kërcasin. Partneritet, kërkojnë dhomë amerikane, refuzuan dhe paqen fiskale, ky e miratoi bashkëpunimin me investitorën me aladin ton strategjik. Ky e çon strategjinë në Pekin dhe në Emiratet e Bashkuara. Dhe mirë ka bërë që ka vajtur në Emiratet e Bashkuara. Unë shpresoj dhe besoj që Sevda e ekonomisë për drejtësinë në fakt muajin e fundit ka hapur luftën dhe është lufta e fundit e tij. Është një vatarlo që do ta ketë të suksesshme, si vetë betejë. Dhe pse nuk është shkruar një marrëveshje ekstradimi me Dubai, me Emiratet e Bashkuara? Ati ku ne ngrim gjithmonë pyetjen për mungesa e dëshirës, mungesa e vullnetit, pra mungesa e hedhjes së firmës është nga pala shqiptare. Është nga pala shqiptare. Janë sajuar pastaj mekanizma ekstraligjor apo përcjell të akuzuar të ndryshëm që janë pjesë të dosjeve të rëndësishme të krimit organizuar. Pse? Sepse atje është pothuajse pjesa më e madhe e magazinës së sekreteve të kësaj qeverie, të kësaj mazhoranse, të këtij kryeministri. Të këtyre investimeve. Më përmendë lufta e fundit që ka hapur Edi Rama, e ka hapur me SPAK-un apo e ka hapur jashtë territorit të Shqipërisë me partnerin ton strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës? E ka hapur nëpërmjet SPAK-ut, e ka hapur edhe me partnerin ton strategjik. I referohesh edhe deklaratës para se të shkonte në Abu Dhabi, kur ishte në një aktivitet për një projekt me financim amerikan në Tropoj, ku ishte edhe ngarkuara me punë. Si lindi dashuria për ta miratuar të projektin që ka mbi një vit që e Sorollasit? E kanë bërë Tropoj Tiranë, vajti ardhi investitorin, shkon ndej toka ushit, u ble, nuk është procedura, burokracia kanë sorollatur pafund. Pse tani këtë dashuria e madhe në limitet të kohës të kapërcyer, pikërisht për rrethanat ku gjendet vetë Rama, tani kur ti ke dy organizata kriminale zyrtarisht në godinën e kryeministrisë, pra dosja Balluku dhe Akshi, kur në Kuplaran në blok të ndërtuar nga Gysi, është vështirë gjesh një zyrtar publik, mendimtar, gazetar, biznesmen që nuk ka shkuar, janë të rrallë ata që nuk kanë marrë këto shërbime dhe ka çuditëra të kanë cenuar edhe sigurinë kombëtare. Sigurisht informacionet të sigurisë kombëtare janë parciell tek shërbimet të tjera edhe nëpërmjet asaj syre. Dyshimet shkojnë tek shërbimi informativ. Jo pak ditë më herët publikova një antar të bordit të korporatës investimeve, ishte një nga këta moskovitët rusë, bielorus, i përfshirë, i naturalizuar si shqiptar në prill të 2025 me një kërkesë të tij, ai dhe bashkëshorta, siç pash edhe në fletorën zyrtare nga dashuria shqiptare që kishte lindur atyre, po ishte gjitha histori moskovite. Ky ishte i përshtatshëm për shkuar aty tek bordi i investimeve ke kjo korporat. Pra, në depresionin ku gjendet kryeministri i vendit, Moska dhe Pekini janë, le të themi, janë kashilleku i tij për të kërkuar negociat. Është duke përpjekur të negociuar me Shtetet e Bashkuara për të shpëtuar vetveten. Ai vet ka 5 dorë në shtëpi. Ka bashkëshortën atje të Akshi me Baxhanakun. Ka të vllajën tek historia e Ziprakës. Ekoparkun tjetrën. Pra, gjithë rrobat e shtëpisë kanë nga 3-4 dosje. Atyre duhet gjysma e prokurorëve që banesa vetë të kontrollojnë të hetorin të marrin ndeshme të pyesin. Dhe edhe në këto drejtime të vënuar prokurorët. Pra edhe në kapërcime procedurale. Si kalon 5 vjet, 6 vjet pa pyetur një nga personat, kjo nuk është thjesht ka dieni, ai ka firmosur. S'ka histori dienie në këtë meselë më. Ka histori pjesëmarrje. Dhe këto ata duhet ta zgjidhin gjithmonë më shpejt. Duke ju referuar deklaratës për Kinën, thua që nuk ka qenë rastishme, por ka qenë mesazh që ka përcjell. Kjo ishte në rastet e rralla kur Rama era vërtet nga Kina, por përgjigja do i vi nga Tirana.